Kur lëshon një objekt me masë shumë vogël dhe me sipërfaqe shumë të madhe, rezistenca e arit e pengon këtë objekt të bjerë shpejt në tokë. Kur shtojmë numrin e letrave dhe marrim një libër, libri ka një masë shumë madhe dhe rezistenca e arit është e papërfillshme. Kështu që libri do ketë praktikisht shpejtësinë dhe nxitimin e çdo objekti që bie në tokë. Po mos kishte ajër, do ketë këtë shpejtësi. Ndërkohë, nëse ne vëmë letrën mbi libër, në këtë rast neve heqim rezistencën e arit që ndikon tek letra. Këtë rezistencë e eliminon libri që është poshtë. Dhe po të lëshojmë të dyja, do shohim që letra do bie me shpejtësinë e librit. Ashtu siç duhet binte, po mos kishte ajër. Galileo mori dy sfera, njërin prej metalit të rënd dhe tjetrën prej drurit. Të dyja këto nuk ndikohen gjatë rënies nga rezistenca e ajrit dhe i lëshoi nga kulla e Pizës. Dhe pa që të dyja ranë në të njëjtën kohë në tokë. Këtë tregon që tek të dyja ka vepruar e njëjta forcë, forca gravitacionale, dhe të dy sferat gjatë rënies kishin të njëjtin nxitim dhe shpejtësia e tyre rritej njësoj. Kështu të gjithë trupat të rriqen nga toka apo bien në tokë me të njëjtën shpejtësi, me të njëjtin nxitim. Si bubla ashtu do çekiçi. Qoftë nuk do kishte atmosferë.